Përshëndetje çuna dhe goca. Dua t'ju flas pak për trajnimin e radhës që do bëhet nga financiarisht i pavarur dhe kujt i drejtohet ky trajnim. Trajnimi është për gjithë, por në veçanti është për gjithë ata që në situatën në cilën janë shohin pak alternativa, pak mundësi, duket sikur janë vend numro. Sado që ti mendojnë gjërat, sado që të shohin, mundohen të shohin alternativa, s'ecën përpara. Mund t'jesh në një punë të mirë, por ndoshta rroga nuk është aq e kënaqshme sa për të bërë plane afat mesme ose afat gjata. Ose puna nuk është e mirë, por ti e kap në një kurth sepse nuk e opsione, nuk e ndryshon dot. Pra, ky është akoma rast më i keq sepse nuk është vetëm çështje ekonomike, është edhe çështje kënaqësisë personale. Se si ndihesh çdo ditë dhe ajo akumulohet me kohë. Si dilet nga situata? Nga situata dilet duke bërë investime. Nuk është se do ta ndryshosh nga sot nesër, por ndërkohë që ti vazhdon me jetën tënde, nga ana tjetër fillon e pikon. Edhe nga disa pika mund bëhet një currill. Dhe i currill mund t'jetë rruga jote drejt pavarësisë parciale ose pavarësisë totale. Pavarësisht financiare, them. Por me pavarësitë financiare vijnë shumë gjëra tjera. Nuk po menoj këtu super luksi. Sepse pasuria është ndryshe për çdo person. Nëse mendojmë në terma asetesh, nuk ka fund. Por nëse mendojmë pasuri në kohë, ajo është diçka që është më e arritshme, ndoshta më e kënaqshme. Pra investimi janë fjala kyçe. Dhe trajnimi është një trajnim i detajuar dhe intensiv për mënyrën se si t'investoni. Ka në Shqipëri qartësi mundësi në sektorin e ndërtimeve. Për investitorët është mirë, goxha, po nuk është për gjithë sepse ka barriera hyrëse. Për çfarë flitet në trajnim? Nuk flitet vetëm për sektorin e ndërtimeve, flitet për metalet të çmuara, flitet për kriptovalutat, dhe mbi gjitha flitet për tregun aksionar, pra të gjithë instrumentet financiare, aksione, fonde, instrumenta derivativ. Pra ju jepen shumë metodologji se si ju mund të keni akses, se si mund ta filloni rrugtimin tuaj. Dalim për atë dia, siç thuhet, më mirë të dish se sa të kesh. Sigurisht më mirë të dish edhe të kesh, qartësi jemi dakord me këtë. Por nga të dyja, dia është driveri kryesor. Dhe në Shqipëri ka alternativa, nuk janë të promovuara shumë, por ekzistojnë mundësitë që të kesh akses në gjithë tipologjinë e instrumentave. Ka platforma ndërkombëtare të cilësisë shumë të lartë që i japin shërbimin dhe për qytetarët e Shqipërisë që janë rezidentë në Shqipëri. Dhe çështja është si ti përdorin këta, si investohet
pyetja më bazë. Si zgjedh një aset? Pra pse të zgjedhësh A dhe jo B? Dhe ku mund të mësosh këtë gjëra? Interneti është plot me informacione. Falas, duhet të investosh vetëm kohën tënde. Ka podcaste që janë shumë cilësore. Pra, në qoftë se je një person që e ka kohën dhe e ka edhe është tolerant ndaj gabimeve, sepse mund bëhen gabime, është okay. Por në qoftë se ti nuk e ke kohën, se përpara se të studiosh materialin, është çështja edhe cilin material, nuk është e thjeshtë, se ka plot. Por pra në qoftë se nuk e kohën për këtë gjë dhe mbi të gjitha nuk je tolerant, nuk e ke luksin të bësh gabime, atëherë trajnimi është targeti yt. Pjesa kryesore është pjesa e gabimeve që lidhet me eksperiencën, sepse ti mund marrësh një ori nga libra, por eksperienca do kohë të ndërtohet dhe shpesh ndërtohet me gabime. Por ndoshta ti nuk e ke luksin e gabimeve, sepse një gabim mund të jetë humbje parciale ose humbje totale e fondeve tuaja. Dhe në vend të që investimi të çojë 2-3 vite përpara, të çon 3-4 vjet mbrapa. Dhe ti këtë s'don ta kesh. Pra në trajnim nuk të jepet vetëm dija, të jepet edhe eksperiencë që personat që do të trajnojnë e kanë mbledhur me kohën. Besoj që eksperienca është, domethënë, pjesa kryesore për ata që janë fillestar ose kanë një nivel bazë në investime. Trajnimi do ishte gjëja më e mirë për të gjithë këto kategori. Për të pasur më shumë informacione mbi programin e trajnimit, do ju ftoja të shkonit në platformën tonë të re, financiarisht i pavarur, pra fip.al. Ka informacione, ka artikuj, ka mjete që mund të përdorni, në falas, janë pa kosto, dhe është edhe programi i detajuar i trajnimit, janë 5 sesione të ndryshme, nga 5 orë, dhe aty keni edhe linkun që ju çon tek kostot dhe cilat janë të gjitha format se si mund t'i reduktoni kostot. Dhe së fundmi, nëse merrni një vendim, është edhe formulari ku mund të regjistroni për kursin. Për çdo informacion, pyetje, dyshime, në platformë mund të gjithmonë mund të shkruani, mund të plotësoni një formular me pyetje dhe bëni submission dhe i shkon të gjithë ekipit të financiarisht i pavarur. Kaq kisha për trajnimin dhe ju uroj një fundjavë të këndshme.